Përshëndetje, ne jemi e para 4 dhe sot të prezantojmë punimet të punuara nga dora. Kjo është një çantë e punuar prej ruazave dhe zakonisht nuk të përdorin në përtaksme. Kjo është një shpuzore e përpunuar nga druri dhe ka formën e zemrës. Kjo është një tentene, është punë dhe më përpara e kam përdorur shumë, por tani jo. Kjo është një arushë e vogël që ne zakonisht i mbajmë nëpër çantë. Kjo është një kulet e zbukuruar me shifonin tonë. Kjo është një belezik dore e punuar prej perit të butë. Kjo është një zemër e përpunuar nga pëlhura. Kjo është një zemër e përpunuar nga pëlhura dhe vendoset në çantë. Kjo është një lodër për fëmijët e mbushur me rër. Kjo është një punë dore i bërë nga peri i butë dhe zakonisht e përdorin në kuzhinë. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe na bëni subscribe në YouTube Prof Muyaser Aliu. Përshëndetje, ne jemi klasa e para 6 dhe sot do të prezantojmë disa punime me dorë. Ky është një punim i bërë nga dora dhe është prej dhejut. Kjo është një punim dorësh që është bërë nga rruzat. Kjo është një trasë e cila zakonisht përdoret në kuzhina për të prerë ushqim. Kjo është një shpuzore që është bërë para shumë vitesh. Kjo është një tentene e punuar me dorë. Kjo është një zbukurim që e kanë mbatur gratë në përtarsme. Një mintik i përpunuar dhe i zbukuruar me rruza. Kjo është një belezik e përpunuar prej perit të butë. Kjo është një kuti duhani në të cilën të moshuarit më përpari ka mbajtur duhani. Kjo është një punim dore që e kam bërë unë dhe krenohem shumë me punimin tim. Faleminderit për vëmendjen.